Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndetje miqtë e mi, kudo që jeni, me kënaqësi shumë të madhe sot do e prezantojmë fshatin Rrugove Hasit, komuna Gjakovës. Por para se me fillu me fshatin, ne kemi diçka për t'ju thënë. Fillimisht, mirënjohëse gjatë gjithë jetës do jem ndaj jush, sot katuni jem bashkë me juve e feston 1 vjetorin. Katuni jem nuk është vetëm katun, është një familje. Familje kjo që na keni mbajtur gjallë që nga dita e parë. Ju jeni arsyeja dhe forca që na çdo ditë me ardh në fshatra të ndryshme. Andaj faleminderit përzemërsisht familjeve të mrekullueshme që na e kanë hap derën dhe zemrën po ashtu. Ne do jemi edhe për shumë vite bashk, andaj gëzuar! E tash këtë numrin 1 do e mbaj gjatë gjithë rrugtimit. Jam me emocionet të përzira, më shumë se kur. Mund të themi që s'kam qenë kur me emocione, por sot po. Po besoj që edhe vrehet. Kam arritur plot 1 vit me realizu fshatra të ndryshme. Jam e përmbushur 100%. Fal juve, ju jeni ata që më keni sill këtu ku jam unë sot. Mirënjohëse gjatë gjithë jetës time, mirënjohëse që asnjëherë nuk harroni me më shkru të pakten një 20-30 mesazhe kështu kur të shkojnë në shtëpi e me I lexu për qefi. Faleminderit pafund. Ju dua. Nuk ka pas faj sa bre Fejzullahu që thejke, o ja u hongsha zemrën edhe une. Tash pja besoj. Hajde po e komentojmë fshatin. Shefeni, qa ko me komentu? Bukuri gjithandej, uj I cili rjedh vjen nga Radovci. Radovci, ne ka ona jeme, pedini? Pra, në Rrugove të Hasit, pastërti gjithandej, bukuri që ka natyra, ura, perfekt, gjithë shka po më pëlqen. Hajde përshëndetje! Mendojnë që e kom bib, si bib. Po më pëlqen, infrastruktura është nivel trotuar në të 2 anët. Qka po më pëlqen, ashtu të respektum, njerëz të kulturum. Në fakt, njerëzit nga kjo anë, ka me këthyon, ti mu ka këthy krejt shua, njerëzit në këtë anë janë shumë të kulturum, të respektum, edhe mikpritjen e kanë sa s'thuhet. Gjithsesi kjo mbetet me u pa për gjatë ditës e sot me këtu në Rrugove të Hasit, po shpresoj që kemi me taku banor, njerëz të mirë, njerëz cilët kanë me ditë me na dhojnë informacione lidhur me fshatin, e jemi ashtë me u mundu me pasqyru mënyrën më të mirë të mundshme si në çdo fshat. Jam të e pa edhe tregun e fshatit, I cili po mbaj këtë ditën e premte. Unë kam bisedu me një banor, nuk ja di as emrin me mpytash. Kam bisedu në rrjetet e mia sociale, I kam thonë, hajde viç pak diçka tregon për fshatin, që kisha parasysh se kur të vi është shumë I madh fshati, edhe mos m'ja huq në mënyrë që me I qit në pat gjitha veçuritë që I ka fshati kujdesonte.
Jam të e po edhe restorant Rinuri. Ne po shkojmë kështu drejt, po vazhdojmë. Momentalisht nuk është që jem të po banor. Kam parasysh se tashme janë edhe në orare të punës, sikur se puna ime jam të i po edhe auto pjesë, apo shkojmë të përshëndesëm pak, të shofëm se si po jetëm punët, e pas ka mu në fillim të fshatit lokalin, ne po i përshëndesëm, e kam atë përshtypjen se njerëzit të pak të një përshëndetje nuk hezitojnë, me na e thonë para kamerës. Hajde po i urojmë punë të mbarë, kojshis, ka me hy, veç kujdes ondi, se janë edhe shkallët. Përshëndetje, si jeni? A ju pengojmë me kamirë jemi. Veç që përshëndes shpejt. Si je, a je mirë? Mirë, faleminderit. Pak e njohshme? Pak, a? Pak, po. Me rëndësi pak. Në rrjetet sociale të këmë. Faleminderit, si je, a je mirë? Qysh jeni, qysh po kaloni? Mirë, faleminderit, mirë. Me punë? Po, ka pak. Ka pak? Këtu po shë bukur shumë, jo ka pak. Po, e shohë. Si ka mundësi me u bo pak? Me të honë sytë mi duken pak. Po. Po. Është lokali juaj, apo? Po. Keni punëtore ju? Po. Si është si fshat Rrugova Hasit? Si fshat është një fshat i mrekullueshëm. Kemi banuar të fshatit shumë mrekullueshëm. Është fshati i banuar? O fshat i banuar, po faktikisht mungojnë nga që shkojnë mërgat. Ama shumë ka brenda fshatit apo mërgat? Mërgata ka besoj më shumë ka. Po. Sa ka investu mërgata këtu? Sa ka punu për vendin e vetë? Mërgata ka investu valë. Mos flasëm për shifra. E për shifra jo, po qka? Qa kanë investu mas shumë ti mërgata? Pa duhet ta shifni edhe vetë. Po nësë po e di, atë pas kanë ndihmu mërgata, ju ljumët. Fëmijët që e kam jashtë, i kam faktikisht 2 djemë jashtë. E kam pas të tretin, një jo kjo këtu ju më ndihmu. Ata kanë bëjnë investime. Shumë mirë. Këto, po, edhe në fshatët të tjera që kemi disa fabrika këtu, ata janë ardhur prej mërgata si kanë investu këtu, edhe kanë punëtor, nuk e di shifrat e punëtorëve, sa pa kanë punësu punëtor shumë. Unë e kam dëgju se jeni shumë mikprica, sa është e vërtet kjo? Nuk e di, duhet të vërtetoni ju këtë një fshat. Me kësmet po disha dhe një përgjigje nga ona juaj. Ona jonë janë shumë mikprica, shumë mikprica. Unë i dëshiroj punë të mbarë, faleminderit për kohën. Faleminderit, jeni për një kafe? Faleminderit shumë që e vërtetoj. Nëse përfundojmë me xhirimin shumë shpejt, edhe pse s'kemi me përfunduar shumë shpejt se fshati është i madh, por gjithsesi do kalojmë këndej. Jo, duhet një javë të vini fshati deri në fund jo. Po sa mundemi sot mirë, lagjet cilat na mbesin, ashtu pezull, do jemi një ditë tjetër. Faleminderit. Faleminderit për vizitën që ja keni kushtuar fshatit tonë. Është kënaqësi june. Faleminderit shumë. Gjithë të mirat. Faleminderit. Derisa të kalon ande presëm për shkak se jeni të i po shkallët. Ne po vazhdojmë kështu, e falenderoj banurin e parë i cili nuk hezitoi me na dha ca informacione për fshatin. Faleminderit. Ne po vazhdojmë kështu drejt. O çka mikona që ta misir. Ja prisha. My favorite. Edhe të më thonë e pas ka lokali krejt këtë pjesën. Ani thej ke punë mirë. Punë sa dush o vlla. Një tjetër market, jam të e po N market, po përveç kësaj furra Hasit, nga Hasi, mos me pas furr, se di. Veç me konën e kineze. Ja, do të mja u provu bukën, a? Qa po thu, po kemi hongër, bre. Pas kam ku e shti, bre. Hajde, bre, po shkojmë edhe qaj, po e pas. Përshëndetje! A dën teze? Për një mea, më botë shumë qefi. Mirë se erdhe të rëgohet Hasit. Mirë si ju gjetëm, e ta shtregëm qysh nga i stogu jetën këtu? Jo, nuk jam i stogit, po nonën e kom për ti stogit. Nonën? Po, për ato tash. Djallë të motrës e kom, se teze më tha. A jeni mirë? A erdhe të mirë? Shumë mirë, super. Jo? Mirë, Familjen? Krejt jemi shtash. Qish po kaloni? Shumë mirë. Doj qysh janë? Mirë janë, mirë. Shumë mirë, sa shpesh po e vizitoni stogun? Po zakonisht, kur po kam kohë, një herë në vetë, 2 herë në vetë, që shkoj. Shumë Po mirë. vani mirë, vani bukur është.
S'ka vetë. Normali stok, mo. Jo, po, jo që kaloni. Mirë shumë. Dolet pak fshatin tora? Pak gjirime të Ani, shofëm shumë se mirë, si shumë fshat. Ç'është po jeton një? Shumë mirë. Me qa po mirë një? Na, punë e bëni? kom një biznes tamen, punoj edhe me disa tjera, o tonë mirë. Kryesore mirë jemi. Fshati jotë, fshati madh është. Banorët si janë, mirë? Shumë mirë, perfekt, çdo sa. Jeni për njëri tjetrin? Çdo normal, kuptohet, si asion, jemi të lidhur në një tjetër. A ka diçka që mundesh me më tregu që ju keni ndihmu me raste për shembull ndonjë familje, ex-familje, Po i ka, që keni po- kontribu? Për fat mirë, nuk ka familje që ka nevojë me një mu këtu fshati jonë, edhe përgjithësi mirë është. Se gjithë jeni punëtor edhe Po, gjithë t'lutem, keni kuptohet, senet kuptohet. kel. Tip top. Tip top. T'lutem. Më bëhet shumë qefe, ishte kënaqësi që u Vjen mirë dhe mu, kalofshi mirë. Faleminderit i nderuar. Një PM. Thash teze. Të përshëndeti si je, a je mirë, a je lodh, ç'është po kaloni? Mirë shumë. Po punoni? Po? Ç'a po punoni? Po të lorje pak, që të Shumë bëjtësi pak, jo? Që e mirë, Mirë, faleminderit. ç'po kaloni, rahat, po mirë, lodhe, shumë ja. kënaqem. Kisha të thonë, atë morë makinën më rëtja e pëm një shprecë. Pak Po hajgore. problem, po problem. Si po kaloni? Mirë, mirë. Me shumë. punë mirë? Mirë, po eska po. Banorët mirë? Mirë, mirë. Jetesa mirë, po bëhet puna? Jenik shumë i jashtë jenik, shumë. A dini me më tregu sa kanë betë për afërsisht banor? Se bësanu dhe ma shumë më mirë. E tash du m'ja u bo një pyetje. A e dini për çka e mbaj këtë numër 1 në dorë? Tasha më të pytë edhe une, pse? Hajde veç pak, shtene logjike në funksion. Çka është? Ti ja qëllën. Ti zara ti e kiti. Po. A do urime pra, urime pra. Faleminderit. Urime pra. Katuni sot e feston një vjetorën se po më shtramohet Shumë mirë pra, shumë mirë pra. Kemi këthy, a? Ani mirë, inshallah edhe shumë vite tjera ki suksese. S'po disha më thënë tjetër me sa. gjitha fshatrat. Qa do, po si e shumë moderatore e mirë, po të shoh se jetu pas sukses shumë. Edhe Faleminderit. kish gëshmëri. Po bravo të koft. E vërtet. Si ju ti stokit e një të zonjë, ti të stokit. Që të punë për çata. Ujna ka kthjellni. Uji është i mirë, kuptohet? Që të puna. Tash me livdu tezën, do që tezën e vetë shme livdon. Po ja, vërtet është, po vetëm në vend që bëhet trofta, kupton, peshkë më i mirë që bëhet në stok. Kuptohet? Që të është, uji është i pastër, njerëzit janë pastër, krejt. Unë ju falenderoj për zemërsisht dur t'i kam zonë me Ka një shefeni ka për gift, shefeni ka një për gift. njerëzit sa të mirë janë, Po, faleminderit shumë, punë të mbar, çdo të mirë, faleminderit shumë. Andi, a mundesh me ma mbajt? Mos t'i bëj reklam, pak shaka po bëjmë. Faleminderit shumë, çdo të mirë, respekt. Faleminderit. Hajde vazhdojmë rrugtimin. Drejt. Andi, a do me kërku një pogoqe. A do më ta nxjerr një bukë. Ka përshkojmë drejt. Hajde po tentojmë. Shtëpia e parë po e them, sot dhe këtu e po shtëpi. Përshëndetje. A do një mësafer? A jenë pjekë që ato pitalka për Ramazan? Si jeni? Mirë, Puna që shpojit? kalojna. Ka punë? Po, ka pak. Qësa e ki këtë lokalin këtu? Një 15 vite. Shumë mirë. A ki punëtor apo vetëm vetë? Ja vetë. Edhe ja del? Ja dalim. Apo ka punë heq? Po. Jërgjën, të një dëshërë punë të mbarë. Faleminderit. Veç deshta mi ju përshëndet. Faleminderit shumë. Hajde po dolëm. Ka pjamoj mondi. Pas kam edhe një rrugit s'knej, kështu a? Qa mundet me konë kjo? Se shtëpi, se s'po shë ndo një emër që po i shkruan që me ditë. Unë po provoj. Oj, zote shpis! Unë nuk e di në fakt as ku kom hy. Përshëndetje. Me ka mirë jemi. Përshëndetje Dorentina. Përshëndetje. A e mirë? A mu erdhe? Urime për këtë për të misionit për vjetorin. Faleminderit shumë, faleminderit. Qosh më nderë. E kuptoj me njëherë si me bon nishë. Nuk mendoj që është beba jeme. Po e lo këtu për pak qoste. Si e? Mirë? Me mision shpo kalon? Shumë mirë o këna. Dhe është zotit jeni mirë gjithmonë. Amin, bashkë me juve. Ju mirë jeni, familje? Mirë, Që shpo kaloni? mirë, jo kes Unë mirë. derisa hyra këtu, thash nuk e di as ku jem të hy. A moze, a kinema, i dinë se ja kesh a shtëpi, hajt tash ti roj zoti shpis. Ku jam? Jenë zyrën e ansamblit i Sabuletinit Tërgovës. Vjen mirë më bëhet qefi. Unë për ndryshem kryetari i ansamblit i Sabuletinit Tërgovës. Shumë mirë. Këtë funksion gati e thuja kryeshë kryetar, kryeshë 15 vite. E që sa vite ekziston? Kjo ekziston si institucion është për vitit 1972 me themel. Ka punuar edhe përpara, por tash po
Të na, faktikisht, i kemi dikon aktiv, dikon një 30 antarë. Aktiv janë, po, për këtu në... Çfarë punë bojnë ata aktivistat? Po, pjesa dërmuese mirën me valle, kulturë më shkurt me valle, me kësi instrument, kemi grupin e instrumentalistave, me qiftelia më shumë. Nga keni mbështetjen? Mbështetjen kemi pak për komune e pak për diasporës, më shumë, qështu, po për Sa diasporës. është me i përshëndetë gjithë diasporën cilët vazhdimisht më kanë shkruar me arsët në fshatin, në rrugën e Hasit, edhe po besoj që sa do pak kanë me uçmall nëpërmjet pamjeve që do i marrëm për gjatë rrugtimit tonë. Respekt. Faleminderit shumë. Kemi marrë pjesën për shumë festivale, mrena këtu, mrena Kosovës, po dhe jashtë Kosovës, kemi marrë pjesën për shumë festivale. Çmimet janë që po t'i tërgoj. Që tu, keni fitoret? 72 kemi marrë vendin e parë në festivalin Hasi e Hanë Gjonaj. Do më hanë kjo ka qenë dikon 2002-ën, 2003-ën, 2004-ën, do më hanë rresht 3 vjetë e kemi pas vendin e parë. A jeni ju këtë në foto jo? Po, jo, këtu është një shok i jemi. Se po ngjasoni me këto. Jo. Po, unë që du jam ahër. Po ko ma i shnush, po qka je dupsu? Ma i shnush, në është një punëturt. Ja, punëturt, jo, po me kohën njerë, që shtu ka duhet ka pak që me bo, pak më rrujt që me bo. E rëndësishme me pas shëndetin. Faleminderit. Tash kilogramt nuk lujnë shumë Po, pesh. jo. Unë po du me ju falenderu. Faleminderit shumë, po edhe unë ju përshëndes juve, vjen mirë që keni në ardhme në vizitue, edhe të ju uroj shumë suksese të ardhmen në misionin tuaj. Bashkë me juve në doja rrë. Zotit jeni edhe më shëndet gjithmonë mirë, Faleminderit gjithashtu. qofsh me nderë. Bashkë me juve në doja rrë majat e suksesit. Faleminderit. Ishte shumë kënaqësi, Shumë respekt, faleminderit çdo të mirë. që keni gjetë kohë dhe një. Faleminderit shumë. Ondi merr ma beben. E kam bo si beb. Hajdi, inshallah, po pështoj, përshëndetje! A i mirë, a i lodhë, mirë, Ju faleminderit. si jeni? Mirë, Mirë dhe nash rahat. Pas këtë ditë ku më arë, pikspare, mirë se keni ardhë. Faleminderit shumë çfarë njerëz të kulturumi ishit marrë ju kështu, nuk ishit normal ju. Edhe zemër e madhe, edhe kulturën, shka Ju doni, ljumt. pini, hani, krejt, sa di keni pineve. Shumë po Faleminderit. shumë qefi je vajza e parë në mosh ma tre që je pjesë e emisionit edhe më bëhet shumë qefi. Faleminderit. Qish po kalon në fshat? Mirë, fshati është perfekt, është shumë i madh, ka njerëz të mëdhaj, ka zemër të madhe, krejt sa i ka të E mëdhaja. vërtet. Po në një diçka studime apo me qa mirëni? Unë jam pjesëtare e ansamblit të fshatit, që 10-12 vite. Besoj që keni me marrë njerëz të fshatit. Vallëzoj, kemi shku në plot festivale. Isha ma herët, i kam pa dhe qmimet, ju lumt. Aty jam pjesë marrë edhe Ju unë. dëshiroj shumë sukses, se po ju marrë shumë kohë se jemi në mes të rrugës. Kaloshit mirë. Çdo të mirë, të Ditën e mirë. përshëndes. Faleminderit shumë. Se e kemi bloku trafikon. Hajde po vazhdojmë. Po vazhdojmë kështu drejt. Pa, sikur në çdo fshat e kisha këtë atmosferë, edhe i herë që ka që sharrit. O knaqem, një emision perfekt. Kështu i dua emisionet. E tash çka kome na mbet. Përshëndetje! Tëtët! Visa coku, shpejt! Qake! Qysh je? Metr, dorën 2 metra, mirë, ju si jeni? Qysh po kaloni? Shumë bukur! Vjen mirë. Faleminderit, respekt! Përshëndes. Cake! Faleminderit shumë edhe ju! Qfar atmosfere miq! Hajde marë për hajrë! Qfar atmosfere miq të mi! Ja! Ky pra është fshati Rrugove Hasit në koment. E kam bërë... O, ka tu një jema i mirë! Faleminderit! Shifeni se si më presin në Rrugove të Hasit. Nuk di, dhe më tha dhe fjallë nuk ka. Rrugova Hasit është një arsye shumë e fuqishme
pse nuk duhet me I braktis fshatrat? Shefeni, marifet me sy, lëvizje, qarkollim, gjithandej njerëzit duken me qenë shumë të lumtur. Në ftyri u shihet buzëqeshja, barnatoria tjetër, autolorje kjo, kafeteri, shefeni sa shtëpitë e bukura, o borre, gjithçka perfekt. Po kjo kështu me tulla katrore, çka mund të me qenë? Kulla, në bazë të dritareve, pengjereve, e vrejta që është kull, duket me qenë fshat I lashtë, Rrugova e Hasit, pasi që I ka disa, të them ashtu, monumente historike, ka dhe histori shumë të mëdha në këtë fshat, gjitha do I kuptojmë pas pak nëse takojmë banor, po shpresoj që komi I taku banorët adekuat, cilët kanë me ditë me na tregu për historinë e lashtë të këtij fshati. Për mikpritje, besnikëri, respekt, kulturë, I kuptuat po besoj qysh në fillim të emisionit. Tash na mbetet vetëm edhe historia, pak zbomje nga fshati, lagjet edhe një herë, cilat nuk do jemi në një ditë tjetër speciale, për shkak se një fshat si Rrugova Hasit meriton ditë të tëra me ardh dhe me begjerime. Grand Kosova po thata nej, po na po shkojmë knej. Pas kanë edhe një lokal apo hyme. Këto po hysin shpejtëve, njerëzit mikprica, kështu që nuk e kam problem. Me qenë se nuk e kam problemun e kërkon. Bashkë më kishë doke interesant me naj fshat më thonë. Ika tje. Përshëndetje. A do një mësafir shpia modhe? Me ka mirë jemi? S'ka lidhje. O, faleminderit. Si e mirë? Gazmandi. Vjen mirë. Qëshi? A je mirë me shëndet? Mirë. Me punë? Pa buon. Shëqër zotë. Jo mirat. Mirë, faleminderit. Puna shpes. Shumë mirë. Anë gëzo. Shati? Shati Rrugova Hasit, si regjionimi 50 fshatra, na mirë me bujqësi edhe me ndërtim. Me bujqësi. Ka prej atyre familjeve që e mbojnë veç me bujqësi? Ka shumë. Shumë. Qka kultivoni mas shumë? Speca, baston, grohën, kallamaq. Ja, pas kam qëllu heqën e në këtë kohë me ardhë. Si? Me kërkuna I shalqe, nana, diqë. Me kalimin e kohës, po, me kalimin e Do kohës. jemi prap, na. Pa tjetër. Njëni me gjithë banor këtu jem të e pa dhe një autolarja është me juve? Po, jemi fshati me 10.000 banor, jemi si regjionimi një ndër fshatet më të majtë në Kosovë, edhe qëto. Shumë mirë, puna po ecë mirë, po Puna bohet, shumë mirë. me që fshati është I mbushur me banor edhe punë me pa tjetër që ka. Pa tjetër, po, pa tjetër. Edhe punë, edhe jemi njerëz, këtë njëm në mësë veti, probleme s'ka, edhe na mungën pak të orari, kalnizimet, qëto. Rryma, ujësillësi, këtu I keni një vetë. Këtë kemi, mojt pjesë, mojt sistem tradicionisht e kemi, me pagesë. Fshati e kishte edhe një pastërti dukshme, e keni dikën që kujdeset Po, për fshatarët, rrugët, vetëm fshatarët. ju vetë banorët. Po, banorët. Na nuk varën shumë nga komuna, jemi kështu vetë. Ju lumët. Po, pa Me tjetër. tanat mirat e shëtë. Po. Unë ju falenderoj. Faleminderit api juve. Ishte shumë knaqësi. Ishte knaqësi e jonja. Faleminderit shumë. Vazhdoj me qëndru në lokal, pronari o tregu pak modest, po sa dola nga lokali erdhëm thirri me më qaros, kështu që na po marrëm me pi diçka, është koha me u fresku, e kemi pakës nxehtë sot, temperaturat janë kështu më të nxehta prej dallim prej ditëve të tjera, kështu që po freskohemi. Në një pjesë si kjo ku ndodhemi është shumë e bukur. Shefeni, infrastruktura është perfekt, e shtruar e gjithë sipërfaqja me kubza, përveç kësaj shtëpi e bukur. O burre, gjithçka perfekt. Po m'pëlqen pastërtia që e ka fshati gjithandej në çdo cep të fshatit. Unë nuk pashëm Betorina deri me tash. Jam tu e pa dhe shkollën. Kjo pra është shkolla fillore. Po duket me qenë objekt I vjetër, hajde po afrohem veç për pak qaste të marrëm ca pomje. Nuk po provojmë me hy aty brenda, por nga jashtë, kështu, nga larg. Po shimorja, që kam edhe pas ka një qeshme. Të lexoj. Këtë park e beri Shë.Shala, viti 2023. Po besoj edhe uj pihet, veç me ka me qitë, pas po qitë ka, hiren tjetër, kur qëtë do pime. Pra shkolla po duket shumë e madhe, hoti diçka po e mboj ka një emër, nuk po arrimi lexu edhe pjesën para, po ta shafrom, e shofëm. Edhe flamojt matë fortit. Shefeni, nuk kam nevoj me I përmend se kush janë, I nje gjithë bota.
Fshati e ka një sipërfaqe shumë të madhe. Këtu një muj me xhiru është pak. Lese më për një ditë. E meriton Rrugova Hasit me ardhë një 3-4 herë kështu të mira, po, për qefi. Edhe njerëzit e meritojnë kulturën që e kanë tregu mikpritjen sot ndaj neve. Vërtet ishte briljante, fantastike. Përshëndetje! Si jeni? A jeni mirë? A jeni lodhë? Mirë, faleminderit. Shumë mirë. Respekt, çdo të mirë. Miru pafshim. Sa bukur flasin. Mirë pafshim. Sa bukur e kanë theksin. Unë në çdo fshat ku do që shkoj, kam dëshirë me folë si ata. Edhe në sekondë mësoj. Wow, sa bukur është. Shumë antike po duket. Shefene. Si me hymë parojës. Nuk kam qenë kur, por që e ka një strukturë, një ndërtim shumë të bukur. Pra, shkolla fillore dhe mes me ullë Haxhi Hoti. Haxhi Hoti, komandant Leshi. Pra, lavdi gjithë atyre të cilët e dhanë jetën për lirinë që na sot e gëzojmë. Pra, Haxhi Hoti, komandant Leshi, siç e njohum të gjithë, strategu i pashtrikut. Për ata të cilët e din historinë, nuk po vazhdoj me komentim. Jam të e pa një barnatore, tjetër qka? Gjamin jam të e pa nga këto, në gjithësësi do afrohem edhe përse afërmi, me e pa dhe me komentu, me i marë pamjet. Vëmendje dhe njerë me qëtemi gjitha ato pika të fshatit që nuk do mundemi me qenë sot, do jemi në një ditë tjetër, duke marë parasysh se fshati është me një sipërfaqe bukur të madhe, dhe normalisht shifeni lëvizjet. Për mashallah, veç me ko bajrama, na i farfeste. Gjithandej, ishe në lëvizje, qa ka këtu? Frizer, barnatore, ipko, tanat mira, qytet, krejt. Ha? A dojnë mërë këta mësafe? A mlojnë mërë këta djenë të mi qëtë në pak? Përshëndetje, si jeni? A jeni lodh, apo ju pengojmë? Dorontina jam, jemi me Kamir. Një 2 pyetje. Prish pun? A ka bujrëm? Qa është ani burri fortë? Po qa është bre, si e ndërum? A je mirë? A je lodh? Si shkoni? Mirë shumë, jë? Gjomë si një mirë. Faleminderit gjithashtu. Berber frizer si jeni, a jeni mirë, s'ka problemi. A jeni mirë, këtë rahat, shpo kaloni, apo lodhi? Mirë, ka vak. Me pun mirë? Mirë. Mashallah që të bukuroshin e pas ke bo film. Shumë mirë. Mos është një pi zotrisë? E dita. Po. Hajde dhe ty po të pyti shpejt pak si jeni, si po kaloni. Hajde, folë, si të shpejtoni. Që shpo kaloni? Shumë mirë. Qka njihni ju Rrogovasit, kështë po e thëmë? Për qka njihni? Për qka njihni, mikpritje, bujarë, ato e kemi nishin në këtë Kosovën. Nishini. Unë qysh kam fillu nga tje, gjithë kanë dalëm kanë folë. Normal. Një mjesë një ju, po kur do t'vjen? Faleminderit. Këtu këna përcjell kur t'lush. Këtu me mija kanë sitaru, këna dhonë bukë, 12 nocë, 1 nocë. Këtu hapru në kondera për ta. Ju lumt. Se na vllazë shqiptarë. Shumë mirë po e thunë. Ju lumt. Unë ju falenderoj. Ashtu dhe juve, gëzëm si një mirë, kalofshi mirë. Jeni mjesë ardhen. Faleminderit. A jeni për kaj kohë mirë qiqa dje? Shumë faleminderit si i kemi përfundu. Shumë faleminderit. Gëzëm si një mirë. Djema, punë të mbarë. Faleminderit Dorentina. Çdo të mirë, na falni si u pengojmë ju shtetësum. Jo, fillim në Normalisht, ju kuptoj. Mendova se do një shtëri, Ja, ju kuptoj. Një fshat si... A bre hondi.
Një fshat si Rrugova Hasit, kështu kam dëshirë në çdo fshat me qenë, por që nuk janë të gjithë të njëjtë, e mbeltur e Blindi. Nuk po hym hiç, na tembel jemi vetë sa dush, pak shako. Duhet me fillu ditën pozitivitet, shako, kështu na u zgjatet jeta. Larg gjërave negative, toksike, që dëmtojnë shëndetin ton mendor fillimisht. Çka ka këtu? Marketa, po, sa marketet. Lirë që mund dhe me thonë qytet, jo fshat. Une po shkoj me pak, jo, s'po shkoj, jam të e po xhamin, po e komentojmë edhe xhamin. Pra Varreza shumë vjeqore, nuk e din ndoshta as këta para sa viteve janë këtu Varreza, ndoshta i ka më shumë se 500 vite, por që jem të i po edhe mbi shkrimet epigrafike, pra të Varrezave që i kanë bon atë perandorin Osman, ato kohërat, se mos po bëjnë ndonjë dezinformat, mos nuk po ja qëlloj, po të paktën këtë që e potencova është e sakt, po hymi drejt xhamis deri në pas kanë hap, unë nuk po vazhdoj me hy, lejen po ja jap andit, le ti merr pamjet përse afër mi, hynë edhe aty mbrenda, do i keni pamjet gjithsesi, po e ndërpremi me komentim për pak qaste. Mirë si ju gjetëm. Opa, respekt. Njësën e ke ardhë në Rrugov të Hasit. Faleminderit shumë. Kort është Hasi, i kem hasa dhënena dhe knena. Është kënaqësi që sot unë ndodhem në këtë fshat kaq të mrekullueshëm me njerëz kaq të mirë, të respektuar, të kulturuar, s'di no koment. Gjen mirë që i ardhë në fshatonin. Faleminderit shumë. Unë të përcjellë shumë tyje, edhe je shumë e respektune. Po mundohemi. Zohem, mirë s'kene ka ardhë. Ju meritoni më shumë se kaq. Po, me siguri që po, se jemi një vend jashtëzakonisht shumë i mirë, shumë bojar, shumë mirë pric. Po, mikë pritin e kishet. Edhe ashtu kam dëgjuar dhe veç jam të e vërtetuar. Atëherë ç'ish po jetoni, ç'a po punoni, ç'a po mirë? Na jemi një fshat i veçantë në këtë Kosovën. Pse të na? Çka ju veçan? Neve na veçan. Ne jemi një fshat që është shumë interesant këtë fshatin tonë. Ne jemi këtu ne. Kemi një fshat i mi veçantë. Pse? Se ne jemi me mbiemra kretë ndryshëm. Nuk kemi mbiemra, përdo Ahmeti, ne kemi Rrugov, kemi Berish, kemi Thaq, kemi Morin, kretë fisat janë këtu ne. Shumë interesant. Në kretë Kosovën me shkuti, kjo është i veçantë. I veçohet për shto ma shumë ti. Edhe kemi xhamin që është ndër xhamit më të vjetrat në gotin Kosovë. Kemi kullën që... Vjeqare është nëse dini me të regu? Pra fërsisht diku përmi 500 vjeqare është. 500 vjeqare dhe vazhdo në xhamia edhe kulla që është e veçantë përmi 500 e 3-4 vjet ka kulla jone. Kjo fshat i banum shumë vite që zbesoj që ka fshat në Kosovë. Është shumë interesant. Është fshat shumë i vjetër. Kështu që kemi Kallzova me mbiemra, nuk kemi në Ahmeti, për të më thonë... Jeni tamam mbiemra të fuqishëm. Jeni fuqishëm. Kretë mbiemrat fisat që jenë tune. E tash këto fise, a martohni me zveti? Kanë fillu ka pak, po na kemi shumë fise. Të Kallzova, fillojna Berish, Krezi, Morin, Thaq, Krasniq. Tana fisat janë këtë fshatin tonë. Se cila është në logje, po besoj se cilin mbiemër. Sigurisht. Ta është ti se mundësh më martu. Thaq me Morin, nuk ka të përbashkë kur gjë. Vish Berish me Berish nuk martohëm, po është një fshat që ka shumë interesant, ka histori shumë të madhe kjo fshat. Një histori të shkurtër që e këshendo për mu dhe publikun. Për ty dhe publikun? Kur të mpysin njerëzët cili fshat ka pëlqy, çka të ka pëlqy, me di çka më ju tregu. Po,
tanat të mirët, nuk di që kam e thonë, ma mirë si ky fshat nuk di. Nuk di, është fshat i veçantë. Këtu ka egzistu, ky fshat ka egzistu edhe si komune. Ky fshat ka egzistu diku 5-6 vite, edhe ma shumë si 5-6 vite ka egzistu si komune ky fshat. Por që tani është shëndru në fshat, Po, në fshat. Une thash krejt në fillim gjëna me i thonë fshat, si qytet po duket. Po. O knaq krejt. Dërëntin, unë të përcjeli shumë pëlqen që i vizitojsh këtë fshatët e Kosovës. Po fshati Rogov dhe emrin e ka që Rogov. Është Rogova 5. Qështu Dërëntin. Aty ku kamera ende s'ka hyrë, ne do jemi të portë. Mu më po shumë qefi që ju posh. Faleminderit, respekt. A keni mundësi me pika një lëngë, për me e kështu të ne? Unë punoj me një kompani tujnave. Shumë mirë. Kështu që më vjen mirë që ju posh. Edhe mirë se kini është se thësha komodit, a do të vish një herë në fshatin tonë? Po qysh nuk vi. Po s'ka me lëmë vend pa shku? Po, a pa shku është e ploka? E ploka jene, a? Ploka jote. Edhe njerë ku me shku se ku mi qu diqka. Pa tjetër. Dërëntin, më vjen mirë që takum. Respekt. Miru pofshim, gëzom që jeni mirë, edhe vish për para. Faleminderit shumë. Respekt. Faleminderit shumë. U rikthyem përsëri në pjesën e fundit, sa i përket fshatit Rogovi Hasit, këtu në Gjakovën e bukur. Kjo lagja momentalisht nuk e di se si thirret, si e ka emrin, sikur ta kisha taku dikën e kisha pyet, por që po e komentoj, shtëpitë e bukura, gjithçka perfekt. Dhe. Qa na ka mbi tjetër me komentu, infrastruktura nivel. Përveç një gjysmë rrugice, me siguri është ndonjë pronari dhe nuk ka dashur as me punu, e pas kam përmsysh. Miqtë e mi, këtu i erdhi fundi, por para se me u përshëndet, jam të e padh një banor, e pas ka një turtë në dur. Përshëndetje, urime kush e ka ditëlindjen. Përshëndetje, si jeni? Unë nuk deshta me ja humb kohën, jem të e pa që jeni të shku dikun. Por që veç më ju përshëndet. Unë prej punës veç sa erdha, po tani thirrje prej banorëve të fshatit. Më treguan që ardh Dërëntina në fshatin ton. Edhe kështu që kjo tortë është dikune për juve. Urime, kishit një vjetorin e misionit në fshatin tim. Edhe urime, katuni jam, urime inshallah ju shkon mirë e marë puna, përgëzime, faleminderit shumë që e keni përzjedhë fshatin ton me ardhë. Jo kështu që ju përgëzoj për këtë përvjetor datëlindjes të misionit juaj. Faleminderit shumë i nderuar, është shumë kënaqësi, një befasi shumë e bukur. Simbolik. Ka me mbet, hajde të shohim çka ke shkruar. Urime një vjetorin e misionit në fshat. Katuni jem. Faleminderit për zemërsisht, faleminderit jam mirënjohëse gjatë gjithë jetës ka me mbet një ndër kujtimet më të mira. Veç mendja që ju ka shku, me të vërtet ja pas ka vlejt që unë kam vendos me festun një vjetorin e katunit sët këtë në Rogov. Ju jeni pjesë të ardhën fshatin ton, edhe unë ju përgëzoj për këtë emision që e boni. Ky emision është i shikueshëm jo vetëm në fshatin ton, por në tërë regionin e Kosovës. E kështu që na jo vetëm që si fshat, po këtë emision e shohin edhe mergata jonë, që janë shumë i përshëndes të gjithë. Edhe kështu që edhe ata shmollën me emisionin tuaj. Faleminderit shumë i nderuar për këto fjalë. Tash, unë e kam një ide. Se unë vetë s'mundem me hongër. Vetëm ornoni. Fillimisht kisha pas dëshirë me i bot ca foto me mbet kujtim për vjetorin e emisionit këtu në këtë fshat, e me pastaj po i mbledhëm krejt ku ishin këtë, çka të mundemi edhe po e hajmë së bashku. A bën kështu? Bon. Shumë ide e qëllune dhe e mirë është. Faleminderit. Tash miqtë e mi, sa deshta me përfundu emisionin, do të me u shkeput edhe njëherë, me shku me u slikot pak, mandej shkoj me hojmë bashkë me banorët. Rini veç edhe pak me ne. Miqtë e mi, para se me fillu me festën e emisionit ditëlindjen, pra që e ka katuni jem, shpejt po du me i zhvillu edhe 2 intervista me 2 banor, ka të shkorta për historinë e fshatit. Fshati Rogov ka mos se 1000 shtëpi. Është fshat
Me mose që 7.000 banorë nuk e ka unë. 10.000 banorë. Unë në të shatet ma aktiv në treve në Hasit. Këtu mjerën shumë me busi, njëherë edhe ka shumë punëtorë që punojnë në botën e jashtme. Aktivitet ka. Çfarë aktivitete zhvilloni? Ka, kemi shoqërinë, ka shoqërinë Isa Buletini, klubin futbollistik që të rritë kanë një aktivitet të mirë. Është kënaqësi. Faleminderit shumë. Po kalojmë tek banori tjetër në pikat e shkurtra për fshatin Rrogov e Hasit. Po, fshati Rrogov e Hasit është një fshat shumë i lashtë. Kemi edhe figura e monumente shumë të vjetra, për shembull kemi xhaminë e fshatit që është mbi 500 vjetë. Kemi edhe një kull, që quhet kulla e Merpogës, është ndërtuar në të njëjtin vit. Këtë ndërtim të këtive dy monumenteve historike ka bën një bashkëfshatar joni, i cili në kohën e vilajetit Turqisë e kanë syshakon për mi marrë për në ushtri, e kanë marrë atje, e ka kry shërbimin ushtarak edhe është shkollu. Edhe është bën një faktor atje shumë i madh, si me thonë sot një ministër i shtetit, Hasan Mingjiu e ka pas emrin, edhe ai në atë kohë, domthonë para 560 vjetë ka ardhur i ka bërë këto ndërtime, e ka bërë xhamin edhe kullën. Plus se ka ndërtuar edhe hamamin, kemi pas edhe hamam në atë kohë. Kështu që kemi edhe një urë, ajo është shumë e vjetër, edhe ata arkeologët janë ardhur e kanë gjërmuar aty, është mbi 2000 vjeçare, fshatin tonë. Tash e kanë gjetë një farë pllaka aty, pllaka është në xhami mrena aty, e cila tregon që është e ndërtuar në shumë urë lashtë. Edhe thuhet që ka qenë rrugë që e ka lidh Shkodër Shkup. Në fillim të fshatit nuk mik mu një pjesë që i pash një bark, dy nëse nuk gaboj. Po, një bark. Edhe kam thonë që te ura në fillim. Çfarë simbolizon ajo bark? Ajo bark neve na ka shërby shumë, jo vetëm fshatin ton, por gjithë regionin e Hasit edhe të Pudrimit, se na ka lidh puna miqësisë. Domthonë na kemi bën më se mbi 50 vite, 60 vite, tash nuk më ditur në të saktë, e ka bërë shërbimin që kemi kalu lumin e bardh, drinin e bardh dhe kemi kalu me atë bark. E keni lënë ashtu si monument historik. Gjithsesi ja jep keni një ngjyrë fshati. Po na kem kujtime shumë të mira për asaj. Unë e marr në mend shumë atur, atë bark tjera, po na vijnë vazhdimisht. Kështu që na si fshat tash me fol mas lufteve që ka fillu në vitet 2010 e kësaj është ndërtu fshati shumë, falë mërgjimtarëve. Mërgjimtarët kanë ardhur, kanë bërë investime në fshat, kanë ndërtu shtëpia, edhe kemi shumë kështu japin donacione për ndërtimin e fshatit, janë vullnetarë. Për shembull kemi shoqërinë kulturore artistike Isa Buletini, kemi edhe klubin futbollistik Hasi, krejt me investimet fshatit me investimet e gurbetçarëve. Ju lumt mu po mbet marak që nuk ja kam qëllu kohës, po e tham ashtu me ardh verës edhe me i taku gjithë mërgjimtarët. Po, si do qoftë, kemi kalu një ditë shumë të bukur, nëse nuk keni diçka me shtu, e ke shumë Me shtu na kemi shumë çka me shtu. E di që ka shumë çka me fol. Unë dorën tim të falenderoj shumë, si e kom dëgju që janë në fshatin tonë, unë si tregova edhe më herët e lash punën edhe kom pas qef më ju taku, ju falenderoj shumë për emisionin tuaj, edhe një herë urime. Faleminderit shumë. Inshallah ju hes mirë e marr, faleminderit shumë për juve. Faleminderit edhe për juve, jam mirënjohëse gjithë jetën. Ishte shumë kënaqësi këtu po e përmbyllëm. Ju presim prapë. Mirë se na vini. Ne kismet tash po shkojmë po e festojmë ditëlindjen e Katunit. Faleminderit shumë. Hajde ndërum, po shkojmë po hajmë torte. Faleminderit shumë.
si njerëz kaq të mirë të respektum. Unë nga këto miqtë e mi, po ju përshëndes, ne po vazhdojmë me festën. Faleminderit fshatit mrekullueshëm Rrogovi Hasit. Vazhdoni të qëndroni me neve. Takohemi në fshatin e Radhës, i njëjtë sikur Rrogova i Hasit. Deri në takimin e Radhës, hajde bashkë krejt. Mirëmbëjtje.